Si rezultat i hetimeve të kryera me metoda proaktive, përgjatë 3 javë në drejtimin e prokurorisë për goditjen e veprimtarisë kriminale të trafikimit të femrave me qëllim shfrytëzimin për prostitucion, seksioni për hetimet e trafiqeve në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit, finalizoi operacionin policor të koduar Storm 9 në kuadër të këtij operacioni. U shpallën në kërkim shtetasi me iniciale DG 28 vjeç, banues në Kolumbi, për veprat penale trafikimi e personave të rritur dhe shfrytëzimi i prostitucionit. U arrestuan në flagrancë shtetaset MA 24 vjeçe, YC 24 vjeçe, të dyja banuese në Kolumbi për veprat penale prostitucioni, përshtatja e ambienteve për prostitucion dhe prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike. Ndërkaq ka nisur procedimi penal për pronarin e apartamentit, shtetasin VR 45 vjeç, banues në Durrës, për veprat penale, fshehja e të ardhurave dhe moskallëzimi i krimit. Nisi gjithashtu procedim penal për shtetasin MS, EB dhe AH për veprën penale prostitucioni. Nga hetime dyshohet se shtetasi kolumbian ka trafikuar shtetase kolumbiane në Shqipëri me qëllim shfrytëzimin e tyre për prostitucion. Dy shtetase kolumbiane të arrestuarat kishin përshtatur një apartament të marrë me qira në lagjen numër 18 në Durrës për të ushtruar këtë aktivitet. Gjatë kontrollit në këtë ambient u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis sativa. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan sasia e lëndës narkotike, një shumë parash e dyshuar e përfituar nga prostitucioni, 5 aparate celular dhe pasaportat e 2 shtetaseve të arrestuara. Vijon puna për kapjen e shtetasit DG dhe për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale.